Përshëndetje. Kosova po shkon në drejt zgjedhjeve nacionale, pra. Siç dihet, nuk po themi diçka tre, me 28 dhjetor. Fakt, jemi para 28 nëntorit, ditës së pavarësisë së Shqipërisë, por në zgjedhje shkojmë me 28 dhjetor. Partitë politike janë në rrugën e përpjekjeve, po shihet që ka bashkime e aderime në parti politike, posaçërisht në PDK, LDK. Kjo ballafaqimi dhe diferenca në mendime e në ide mes PDK-s dhe Ramiz Xhaxhovsit duket se u shua. Shohim që edhe parti tjera, edhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës është duke i bërë përpjekjet e saj për të zgjeruar frontin, por edhe për të bind të gjithë opinionin publik se kësaj radhe si e vetme është më fort në zgjedhje dhe ka më të lehtë për të kaluar pragun. Që të flasim për Aleancën e Ardhmërisë Kosovës, për zgjedhjet e 28 dhjetorit, për çfarë do t'i zhvillojë ato Aleanca me Ardhmërinë e Kosovës, çka pas dhe për një retrospektiv të ngjarjeve vitet fundit, kemi ish ministrin dhe ish deputetin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, antarin e kryesisë, apo nën kryetar, po ashtu se tu isha i sigurt për ata, Pal Lekaj. Pal, a kalojmë pragun AK kësaj here ajo? Sa i përket kësaj pyetje, mendoj që Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës nuk e ka problem fare pragun, as që duhet të diskutohet pragu për Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, sepse bazohemi në strukturën që e ka Aleanca, në elektoratin që e ka fanatik në vitet tëra, dhe mendoj që kësaj here kemi menduar që t'hymë si subjekti vetëm në garë, duke përfshin një listë bukur të strukturume, profesioniste, me përvojë politike, dhe mendoj që jo që duhet bisedohet fare për pragun, por Aleanca ka me zënë vendin e merituar me votë të qytetarëve në Parlamentin e Kosovës. Par kështu thuaj edhe herën e kaluar, po bashkë me një koalicion me Limaj dhe me disa tjerë, ishin intelektualet apo si një parti, Aleanca mezi e kaloi pragun. Pra, ranën këtë koalicioni, ranën një nivel shumë tull të vota, dikon rreth gjatë 5.000 duket. Astrid, sa i përket koalicionët, pra, pyetja a kalon Aleanca pragun nuk do me thonë se është dashakece, po është krejtësisht legjitime. Jo, është legjitime. Për që kanë mund tjetë dashakece, po është legjitime. Është legjitime, por në atë punën që e kemi bërë, me struktura që i ka Aleanca, me njerëz me përvojë, me liderin që e ka, që i prind, që sa vite, mendoj që... Po këto i kishit pali edhe një janar e shkurt t'i viti. Po, këtë drejt, por nëse e shohmi koalicionet që janë parazgjedhore me listë përbashkët, nuk po ngjizet vota. Dhe kjo e ka dëshmuar edhe me Aleancën, edhe me Panin, edhe me Vlanin, edhe me shumë subjekte tjera. Tani kemi pa edhe në zgjedhjet lokale në balotazh, mendoj që nuk kanë qenë fort praktike që elektorati një subjekti politik kthehet edhe votohet për një antar të një subjekti tjetër politik. Dhe nëse nisimin nga kjo, mendoj që ne edhe sikur të mos t'ishte kanë nisma dhe intelektuale që kemi pas koalicion para zgjedhor, Aleanca ndoshta kishte medale dhe më mirë. Sepse, po e tham nga përvoja në teren, shumë njerëz më kanë bërë pyetje pse e muret nismen, pse i muret intelektualet, apo frigohi, a çka, edhe do thot e kemi humbur një pjesë të elektoratit, ndoshta fanatik që kanë me Aleancën në vazhdimsi dhe ne prap ja kemi dalë. Por nga praktika po e tham që shumë është më mirë që të hyjet vetëm si subjekt me gjithë ata njerëz që i ka Aleanca me një listë përmbajtësore të strukturuar dhe mendoj që ne kemi analizuar mjaft situatën dhe po e tham për atë që Aleanca fare as që diskuton mrenda a do
ta kalojmë pragun ajo, por i hym fuqishëm kësaj here dhe mendoj që edhe nëse nisim nga aspekti i qeverisjes Kurti, shumë lehtë qytetare ka për të zgjedhur subjekte tjera opozitare, sepse për 5 vite jo që kemi pas ndonjë anë pozitive të kësaj qeverisje, por mendoj që qytetari ka përjetuar menaxhimin më dobët ndonjëherë në historitë të Kosovës në krye me kryeministrin Kurti. Dhe çka pret Aleanca pal? A kena a mundesh më na jap ndaj farë më na kuantifiku pak pritjet e Aleancës? Po, mendoj që Aleanca më na kuantifiku në mënyrë reale, jo 20%. Jo, nuk do të hym në përqindje apo shifra, por mendoj që ne që mu jemi pa qeverisje të vendit. Dhe qytetarët që i kemi takuar në për teren, që nuk jemi ndalur asnjëherë, do thotë kemi pa një zhgënjym total në gjitha kategoritë. Nëse fol me mjekun, është i dëshpëruar. Nëse fol me arsimtarit, është i dëshpëruar. Nëse fol me bujkun, është i dëshpëruar. Nëse fol me zjarfikset, që janë kategori që duhet vlerësuar nga qeveria, janë të zhgënjyer, dhe mos flasim për zyrtare tjerë publik, për gjithë ata që punojnë në për institucione, dhe nëse nisim nga kjo, mendoj që hapësira e Aleancës për ardhmërinë e Kosovës, për t'i bindur qytetarët që prap t'i kthehen fuqishëm Aleancës dhe ta votojnë, mendoj që e kanë shumë lehtë përcaktimin e tyre që ta votojnë Aleancën për ardhmërinë e Kosovës. Po si ti bind Aleanca? Zotin Haradinaj. Me çka ti bind Aleanca? Me program ekonomik. Aleanca është e njëjta që ka qenë, ta themi kështu nga themelimi i saj. Po, mirë po. S'ka lëvizje as në krejt partisë as asnjë. Ju e dini për shembull sepse keni përvojë kahmoshme në skenën politike që i keni përcjellur gjitha qeverit, keni qenë kritik atëherë kur duhet për me konë, dhe ju e dini në krye, kur ka qenë qeverisja Haradinaj, mendoj që i ka prunë mjaft mira qytetarëve të Kosovës, shtetit Kosovës, dhe nëse qytetari vetëm e kthen pak kokën dhe mendon se cili lider ka qenë më i përkushtuar edhe në qeverisje, edhe në luftë, edhe cili lider ka dëshmuar që më të vërtet punon për këtë vend, atëherë mendoj që me një program alternativ qeverisës, me programet prekshme në zhvillimin ekonomik, në shëndetësi, në arsim, në infrastrukturë, në marrëdhëniet ndërkombëtare, marrëveshjet që na presin, unë nuk mendoj që qytetari e ka vështirë të vendos që të votohet Aleanca për ardhmërinë e Kosovës. A është për Aleancën për ardhmërinë e Kosovës, a është për të problem mbajtja e zgjedhjeve me 28 dhjetor? Janë dy parametra pse po e bëj këtë pyetje. Një, pritjet që të vjen një numër i madh i mërgjimtarëve të vinë në Kosovë për festa, apo ndoshta veç për të votuar. Kalkulimet e cilat i ka bërë më shumë të partia që ka qenë deri djem pushtet lëvizjave të vendosjes, pra kalkulon shumë dhe llogarit shumë në votën nga diaspora, dhe pjesa tjetër është 28 që është gati se finalja e përgatitjeve festive. Pra një pjesë e njerëzve që në jetojnë në Kosovë, që do të votonin, kanë bërë aranzmane, kanë bërë rezervimin, largohen nga Kosova, dikun pritet matjet janë të dëgjume që dikun deri 60.000 veta largohen nga Kosova, persona largohen nga Kosova para prej datës 28 shkojnë për të festuar dika. Tash, a e friksojnë këto dy momente Aleancën për ardhmërinë e Kosovës? Të e pa është parasysh që jeni në betejë numrash. Ndoshta kur e shef lëvizjet e vetëvendosjes dhe përcaktimi i datës sakt me 28 vjetor, duhet me mendu që këta mendojnë që i marrin
si ku në 2021 votën e mërgjimtarve. Por nëse e shohmi se sa ka ndryshuar mërgata kundër lëvizjes vetëvendosjes dhe zotit Kurti, mendoj që atëherë nuk duhet të shqetësohemi si aleancë që mërgata do të vendos për të votuar prap lëvizjen vetëvendosje. Këtë po e bazoj edhe në zgjedhjet lokale. Do më thonë, lëvizja vetëvendosje nuk e ka marrë votën që e ka prit. Dhe ju e dini LDK-ja sa ka dalë mirë, PDK-ja, Aleanca, dikun 6-17% kemi dalë Tradicionalisht ka dalë mirë përgjithshme. lëvizja vetëvendosje në zgjedhjet lokale, ka diaspora. Tradicionalisht, as 2021 s'ka dalë mirë. Por, Po s'është kriter tamam. jo, unë mendoj që Zgjedhjet lokale s'kan kriter. edhe në bisedat edhe miq që i kom pas, ndoshta para 4 vite o konë bukur vështirë mi bind që me konë kundër Kurtit. Mirë po, ata e kanë vrejt shumë, sepse qeveria Kurti i ka mashtruar mërgatën, e ka mashtruar qytetarin e Kosovës, këtë e bazoj në punën, mos punën e tyre. Sepse nëse Kosova ka menduar që për këto 5 vite të kemi investime kapitale, paramendo me gjitha këto kërkesa, ka suficit bugjetor 1 miliard e 200 milion. Një qeveri që nuk din me menaxhu paran publike, atërës si mund t'i besohet. Nëse i marmi investimet strategjike, jo që kemi investime strategjike, por në zero nuk mbahet men histori që ne qytetare jonë, qofti i mbrendshëm, qoftë mërgata, që ka përfitu në këtë drejtim. Mos flasim për investimet apo riskun e investimeve që nuk ka pas garant, as bankar, as qeveritar, për marrë mërgata me investu, e ku t'ja shtojmë kësaj edhe sigurin politika apo sigurin e vendit, atëherë mendoj që mërgata jonë është tepër e zhgënjym dhe jam i bindur që nuk do të votoj pro qeveris Kurti apo pro qeveris Kurti 3. A i vjen elektorati në diaspor AKS për festa dhe për votim? Po. A i vjen, sepse po që asështë jeni dugazjen të themi kështu. Në Amerikë atje pale masin, kur të bëjnë këto anketat dhe sondazhet, e masin edhe gatishmërinë e elektoratit për me dalë në zgjedhje. Pra ka një është i farë përshtypje që një elektorat i lëvizjes vetëvendosje ka qenë në vitet e fundit më i gatshëm posa që në diaspor me ardhë. Tjerë, ju mund të keni atje elektorat madhë, mirë po çka nëse nuk ju vjen. Pra pyetja është, kujt është, a ka gatishmëri elektorati i AKS në diaspor dhe te një shumë, posa që është Kroacin, Zvicrën. Pra këta, a vinë me votu? Po, beson kontakte që i kam pas me ta, edhe nuk janë të pakta, edhe që janë Krishtlindjet dhe viti i ri, festat e fund vitit, dikun 80% të mërgatës do t'jenë në Kosovë. Edhe kjo, parëm sot me një qytetar në Zvicër, e thira thash, a do në mu regjistru? Jo, tha ne, tha do të vim, tha në Kosovë e pim kafa atje. Do thot, tha, janë bukur shumë që mendojnë ashtu si ai qytetar, që do të vim edhe kanë ma letë, 3-4 ditë, 5 ditë, një javë, edhe votojnë me 28, edhe e nderojnë vendin e vetë, i nderojnë çdo subjekt politik, por ne jemi të interesuar si aleancë që dalmi kësaj here me që ja kanë dhënë rastin që të vinë edhe janë festat e fund vitit, atëherë të vinë në Kosovë edhe të votojnë, e mendoj që aleanca ka me përfitue nga kjo datë, edhe pse lëvizja vetëvendosje e ka projektuar për veti këtë datë, sepse u pa edhe me mandatarin e dytë që presidentja e dha, mendoj që krejt këto kanë qenë kalkulime të lëvizjes vetëvendosje për ta shfrytzuar mërgatën apo për ta mashtruar për dytën herë që ta votoj lëvizjen vetëvendosje, por unë mendoj që mërgata jonë është e vetëdijshme dhe do të vlerësoj punën e qeverisë Kurti.
dhe e ka shumë lehtë me vlerësu se s'ka përfitu asgjë. Pro thu pal, ka gjasa që kalkulimi i Zotit Kurtit të i del negativ për të? Të mos del mirë për të? Mbesoj që unë jam i bindun që do t'i del negativ. Dhe a i shkon në pushime votuesi akës? Nuk besoj, sepse po thuaj se i njohmi shumicën, nëse ju vinë familjar që bashkohen këtu, atër ata s'kan si më shku jashtë. Por, është një pjesë ndoshta shumë e vogël, simbolike, që për festat e fund vitit shkon dikun tjetër me festu, por mendoj që në 85-90% do t'jenë këtu. Dhe pal, me çka do t'garoj Akeja? Akeja do të garoj me një program qeverisës, program ekonomik, me një listë përmbajtësore, që e thash me profesionist, me dikun 60% do t'jenë njerëz të ri që do t'jenë kandidatura për Parlamentin e Kosovës, dhe një energji e re e aleancës, duke i bindur qytetarët për një program ekonomik alternativ, mendoj që do t'ja dalim edhe keme dalë kësaj here shumë ma mirë se hera o tjera. A do të ndroj gjuhën e fushatës? Aleanca për Armeninë e Kosovës ka bërë një fushat me një gjuhë shumë të ashpër, saçërisht me akuza shumë të ashpra ndaj për lidhje me Serbi, me Rusi, ndaj kryetarit e vizës të ndosë Albin Kurti. A do të ndryshoj tonin e fushatës Akeja? Unë mendoj që ju e dini që... Dhe ka qenë e dura ajo gjuha të këtë kohë. Gjithë edhe shoqëria civile dhe qytetarët barë në kanë thonë jeni shumë but në relacion me punën që s'po e banë Kurti. Edhe ne kemi qenë ndoshta zëri ma i vetmuar, ma i ashpër si opozitar i liderit tonë. Realisht, ish kryeministri, kryetari i Aleancës Ramush Haradinaj, o marë personalisht sepse po i dalin gjitha ato që i ka thonë Ramushi. Edhe pse njerëzit pe e kuptojnë me vones ata që e ka thonë, se kur i ka thonë mashtrus, ndoshta edhe unë e kom kritiku, i kom thonë pse bre, pse nuk e kije një gjumë ma të butë. Mirë po, ja që po delë që më të vërtet ka ardhë me mashtrime dhe po shkon si mashtrus, si një kryeministër që do të mbahet men për një keq qeverisje dhe për ma tepër ka qenë kryeministër i mitit, jo i zhvillimit ekonomik, kryeministër i stagnimit, jo i prosperitetit për qytetarët. Dhe kjo do me thonë që ndoshta jemi konë edhe pak të butë qysh e ka mëritu. Pro e po thoni që Aleanca ka me forcu bindjen për t'i bindur qytetarët që ata që e ka thonë në fillim Ramushi, ashtu është ka dalë 100% dhe ky njeri nuk e meriton votën e juaj. A ka gjë më të rëndë mi thonë për post mashtrusit, se sa mi thënë je në shërbim të Rusisë dhe të Serbisë? A ka gjë më të rëndë mi thënë një politikanin Kosovë? Ku të shokë, shka ma rëndë dëni me thonë palë? Dole aty, a ka diçka ma të rëndë edhe ma të poshtër që mi thonë Ramush Haradinaj që je me listën sërbe, je me Radojqiqin, njeriv që i ka dhonë 2 vllazën, njeriv që i ka plumbat ende në trup, grimcat e bombav që kanë gjujt sërbet, dhe ti thush atina që ti e me Radojqiqin, që ti e me listën, që ti e me Beogradin, nuk ka ma poshtërsi, ma të madhe. Unë nuk dije që dikush ka gjak shqiptarit që mundet mi u drejtue Ramushit me diçka t'ilë. A din si janë këta vetëvendosja? A mo komplet. Mendoj që këta si nuk i bjen për shtati, ka më të shpallë. Tradhtar, ka më të shpallë. Anmik, ka më të shpallë. Njeri i padishëm, pa vlerë, sepse në praktik
e kanë treguar qysh kanë ardhur me rebelizëm, edhe që ashtu po qeverisin me rebelizëm. Përpësoj, patë më një deklarat të deputetës Fitore Pacoli që tha, mund është në një moment me luftu për Kosovë, më pastaj edhe me shitat. Si me pakët. Ja, pa, më besoni që... Të vazhdën e kësaj, unë mendoj që pjo bëjnë favor. Po, më beson... Unë mendoj që janë ka jau kalojnë pragun me këto. Më beson, sa ma shumë që atakojnë Ramushin, se ti, Ramushin mund është me kritiku për çka do. Për patriotizëm, për adhe dashuri, për njeri që ka dhonë gjithë shka për këtë vend, për besë, du të më konë që me folë sërbisht për me kritiku. Vendosja po fletë sërbisht si pas? Sërbisht po mendoj që në qëtë drejtim me gjuhën ma tashpër, sërbis po e atakojnë Ramushin që është vlerë sublime nëse dikush krejt jetën ja ka kushtue për me hynë histori, Ramushi është vetë historia e shqiptaris, e qëndreses, e punës për vendin. Nuk po du më konë që sepse nuk më mendoj që unë atë punën time e kam bërë dhe tani s'kom nevojë mi thurë lavde, po i ka thurë lavde vetë puna e Ramushit për këtë vend. Dhe ti thush, ani kush njerëzit që s'kanë bo kur gjo për këtë vend, ma thuj një emën të vetë vendosës që ka bo diska për Kosovën, për Shqiptari. Për njëtë bëthojnë ata për ju. Po, na mujnë me ti një... Pra, akuzat e njëta bëthojnë. Ata thojnë për vetëvendosje dhe për opozitës, po fletë dhe po mendojnë sërbisht, është e lidhur me Serbin. Ju po thoni vetëvendosja është e lidhur me Serbin. A ka në shka shqiptare në këtë vend? Më beson, ka shqiptare dhe nëse dikush është i ngjyrosur me peshkën. Nëse shkojnë me këso akuza, sonë për ditë që të gjitha shqiptare, nuk i besojnë njënë, nuk besojnë nga shqiptari. Na po thirrëm nga argumentet, pe marrë veten. As një sekund nuk jam largu prej Kosovës. Jam konë mjek të luftës, jam konë në front si mjek, kom shëruat plagosën, deri sot s'ma kini kur. Edhe tash në qohët dikush, një Dimal Basha ose Fitore Pacoli që më vjek ketë mjo për men emnin, se se mëritojnë, më beson që është e tepërt. Ose unë muj me pas... Po kjo demokracia? Po, mirë po në qatë drejtim, më beson nëse dikush e ka dhonë gjithë shka për këtë vend, atëherë janë njerëz, ata që e kanë marrë pushkën, kanë luftu dhe janë konë front. Na muj me pas gabime në jetë, muj me pas konë një ministri që s'kum bot mira, por edhe në atë drejtim, më beson me nejtë edhe 20 vjetë shta që janë, s'muj me i bon projekte që i kemi bon për 18 muaj. Një infrastrukturë, po thamë, si minister, Ramushi, për shembull, u desht me dalë ndërkombëtarët, miqtan, me përmend, me lartësu figurën e Ramushit, e këta mi thojnë për ashtë me Radojqiqin, ose vetë ish kryeministri që e falemnderoj, Isa Mustafa. Si për që dekrati Isa Mustafa? Beson, unë e kom thirrë në telefon, edhe që ashtu e ka thonë 100% vërtetë. E kësi në telefon pas deklaratës? Po, më besoni Për çka thirrë? I thira falemnderoj, edhe pse ki thonë s'ka nevojë me tu falemnderu, se s'ki thonë diçka që nuk ka ndodhur, edhe mu ka drejtu kështu, o pa e tha, për besta unë ta kom dëshirë me vlerësu njerin që ka bon për këtë vend. Edhe e tha me plot kuptimin e fjalës, A pyete pse e thesh tash? Po, unë tha s'mu ka dhonë rasti për para, por tash pe e shoh që tana këto akuza, tha për njerin që ka bon gjithë shka, tha ndoshta edhe unë e kom kritiku, që kërkoj falje. Po, e din edhe përmendi një emision, por më beson o konë por edhe ju e një silë keshme, edhe ju e keni pas qëndrime për të ata Isa Mustafa. Jo, që unë e kom pas mik edhe e kom mik të mirë. Edhe më besoni që ka i herë e kom tepru, që i kom thonë kërkoj falje. Po kjo politika ka i herë për të shtyn, edhe jashtë me dalë jashtë vetis, për me arrit një qëllim të caktuar. Por, ajo që e ka thonë është e ndershme, është argument i fuqishëm, që më të vërtet këta mund lafe me bon, e me pro armë, kështë po bojnë me armë, por a vula e ushtrisë të Kosovës është vetë Ramushi. Palë ke qenë mjek i luftës, edhe ke qenë në Dugajin. Po, në Dugajin jam konë, po. A ke di që Ramushi ka pas kontakte me Sian? Apo dashme me gjykimi ndaj
Tereshës së USK-s me na e bot ditur këtë punë. Është vërtet që Ramushi asnjëherë adin. Po ti ja ke ditë se i afër ke qenë. Jam konë shumë i afërt, edhe ndoshta ndër njerëzit bukur të afërt me Ramushin neve edhe gjatë luftës. Gjithë ka qenë fshatësi publike, po jo aq e njoftun. Beson, Jo dhe çato adin, detaje njoftun. unë nuk e kom di që është qas i lidhur ngushtë apo me cija. Dhe mirë po, ka pas elemente, sepse ja qëlloj ka me data të saktume, që kur ka me ndodhë diçka në teren, kur ka me fillu betejat, çka ka me ardhë, e ka ditë sakt që kur edhe ka me përfundu lufta. Edhe unë atëherë komendua që ky njeri më të vërtet, sepse ka pas komunikimet vazhdueshme. Edhe më kujtohet një rast, për shembull, por patën tonë propagandë që është luftë fetare, është kështu, është ashtu, edhe i thash, më falë, thash se përbes thash pe bini famullitar tem, në Lloxhan, edhe për herë të parë pe e tham, edhe tregon sakt, letjen jam kom do gazetar, dikun 10 natës, edhe ka shku Dom Frankola, kemi shku bashkë me ta, o konë luft, edhe o deklaru që Kosova s'ka luftë fetare, me petk. Priftit jemi shku të Ramushi në shtab, edhe i ka binë që ajo nuk ka ndodhë, edhe shqiptarët kur s'kanë bën luftë fetare, kur kanë bën luftë adhetare, dhe për shkak që i kanë detyru mi mbrojt pragun e shtëpisë vetë. Prandaj në këtë drejtim mendoj që vlera e Ramushit nuk zbehet me Fitore Pacolli, e me Dimal Basha, me X kompani tëne që përbes punën e parë, ndonjëherë e kanë si parlamentar. Palë, sa t'jem pritet tuja tash, po shkojmë pak se, do me thonë, koalicioni e ka ngushtu numrin e deputetëve që hinë. Edhe për atyre numrin e deputetëve një 3 mori nisma. 3 vene gatit në zonë në hakë, edhe 2 gra, s'po ka vene më përkurgjë. A ke pas në e mendja jo? Jo, më beson. Unë i falemderoj qytetarët, që sa vite, për shembull, kom qenë 2 mandate kryetari komunës së Gjakovës, kom qenë 7 muaj kryeshef, drejtor shëndetësor, 4 herë në Parlamentin e Kosovës, ministër, edhe ajo që ja vlen më falemderu qytetarëve, asnjëherë nuk kom rënë në votë. Edhe pse se kom arrit pragun këtë herë, për herë të parë, do thotë unë kom pas 3.000 vota ma shumë se para 4 vite. Dhe kjo mjep fuqi edhe fort, edhe pa marrë parasysh, unë do të garoj prap, do të jem kandidat për deputet, listën e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, sepse jam themelusi i Aleancës. Ka pas zëra vazhdueshëm, jo, ka raporte me këtë ose unë raportet i kom me miskmi. Po çka ne ke fjalë për raportet me faqen? Me faqen, sa herë më kanë thonë, ki më shku në PDK, jo ki më shku. I ke pas raporte? Jo, i kom pas edhe i kom shkelqyshme. Nuk e kom mohu mirë, po asnjëherë nuk e kom harru që jam antar i devotshëm edhe jam themelusi i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Dhe pritet janë pozitive që t'jem pjesë e Parlamentit Kosovës. Sa deputeti pret ti parë? Unë mendoj që Aleanca... Sa i pret ti? S'po them që kanë me dalë. Sa i pret në mënyrën më sinqertë? Dhe 12 deputet mund t'i ketë Aleanca. Vetëm nëse ndodhë diçka e papritur. Që bjen dikon rreth 100.000 vota potencialisht. Po, ashtu. Qysh me dalë, parë, se dikon 65.000 vota me koalicion, 50.000 ka rreth. Tash për të tregoj, në zgjedhjet e përgjithshme, votën e përgjithshme për moshë. Ne dikun 19.000 vota i kemi marrë në zgjedhjet lokale. Jo për kandidat për kryetar. E di, pasion për këthim po për asamble. Mirë po, kësaj here, ne do ta mbushim listën me ata që janë konë suksesshëm votë, me këshilltarët. Kandidatët që janë konë për këshilla komunale. Për këshilltarë komunal, do të votin asë. Do t'i qesim listë, edhe do ta shohim se ka më pas angazhim, edhe kemi marrë përsipër që çdo kandidat unë vi prej Gjakovës, më shku mu barikadu 1 muaj ditë në Gjakovë. Kena kalu me seni barikadu, po më duket. Jo, më beson unë pak keni menu shumë lartë. Keni menu që ka qenë shumë lartë. Po, bili kom marrë shumë vota sa o konë angazhimi jam, se jam angazhu dikon 2 javë.
maksimalisht. A kësaj here më beson që do t'hy derë për derë, e jo me të bime të mëdha, por dorë më dorë me çdo qytetar, ka me pas në kush që ka me më thonë, s'ka me të votu, mirë po, jam... Drejta demokratike. Po, është drejtë tyne, edhe do të hatrohem, por do t'jem në nivel pasaj që e kërkon vendi dhe e kërkon qytetari. A ka hinë në këto zgjedhje me kandidaturën e Ramush Haradinit? Është kandidat për kryeministër apo nuk keni kandidaturë të tij? Jo, Ramushi i prin listës edhe është kandidat për kryeministër. Është fol për diskutime për një listë përbashkë me LDK-n. A ka ndodhur diçka pal? Jo, nuk ka ndodhur. Por ka pas diskutime apo? Nuk, sa kam informacione, më beson që me konë ta tham. Normal. Por nuk ka ndodhur edhe nuk do të ndodhë. Pse? Pas zgjedhje mundemi. Por realisht Ramushi edhe ka shfaqë dëshirën që me konë 3 subjektet politike në një listë. Mirë po nuk kemi gjetë gjungë përbashket, edhe kështu që unë e kom potencu është hera e dytë që e thamë që Aleonca shkone vetme, me në krye me Ramush Haradinaj, edhe që i prin listës, por edhe që është kandidat për kryeministër. Dhe pas zgjedhjeve pal, a ka vijat kuqe AK? Unë nuk mendoj që duhet me pas vijat kuqe. Ne do ta diskutojmë sa i përket të raportet me lëvizjen vetëvendosje, por unë mendoj që kësaj herë dhe jam i bindur që nuk do t'jetë në qeverisje zoti Kurti, por qeverisjen do t'a bëjnë ish partit opozitare dhe janë gjitha kushtet që të ndodhë diçka e tillë në Kosovë. Sepse një njeri që i ka 28 deputet dhe nuk është i aftë për të krijuar institucionet e Kosovës, apo për të ndërtuar ura dhe bashkëpunimit me subjektet politike, që rejnatët do të milan. Një kryeministër që mund djegë gjithë shka vetëm për egon e vetë, mendoj që nuk i duhet vendit dhe në këtë drejtim unë mendoj që qytetari mo ka vendos që të votoj për alternativë dhe kjo ka me ndodhë me 28 vjetor. A do të ketë emra të ri në listën e AK-s? A ka risi profesioniste do të themi? Po, beson jem të diskutu që shpejt do dalin, edhe unë mendoj që lista do të kompletohet me njerëz profile të ndryshme, me mjek, me shoqërisë civile, me ata që më të vërtet e dojnë aleancën, e dojnë vendin dhe dojnë me kontribue për qytetarët e Kosovës dhe që mos të heshtin vetëm sa me konë profesionist, por ta qetë vetën sprovë dhe t'ju ofrohet qytetarëve. Këtë hapësirë Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka me u ofru gjithë profesionistëve dhe jemi të hapur për profesionistë profilet ndryshme. Pal, që shësheni pas zgjedhjeve, keni pas, si me thonë, në qofë se herë kalum, Albin Kurti nuk u bë kryeministër i ri, mirë po mbet kryeministër. Dhe çka na kanë tregu këto 9 muaj është që nëse Albin Kurti nuk bëhet kryeministër, nuk ka institucione fare. Ju po thoni se s'do të bëhet Albin Kurti as kryeministër as pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit. A i bi kjo që s'do të kemi institucione fare, s'do të kemi president dhe do të shkojmë në zgjedhje prapë në mars. Unë nuk mendoj që ka me pas mos zgjedhje tjera në Kosovë në vitin 2026, edhe pse po përflitet, por unë jam i bindur që lëvizja vetëvendosje do të bie dukshëm në votë. Për kundër votave të diasporës, për kundër pritjes për votat e diasporës. Për kundër prapë do të jemi bashkë astrit, do të bisedojmë dhe kemi mu binë që më të vërtet qytetari Kosovës njëherë ta falë besimin. Njëherë ndoshta mundesh me mashtru. Po ja falë edhe dytën, po nuk e qenë në fund. Dytën nuk mundesh, sepse tash po flasim, prapë po insistojmë. Ky çdo subjekt politik që i ka pas 28 deputet, që kishte mi pas, ne ka herë i kishëm krijuar institucionet dhe sot nuk do të mishemi me zgjedhje, por me programe
a kemi dështu, as kemi dështu në 3 mujorshin e parë, në 6 mujorshin e parë, dhe ja që 9 muj dit e ka mbyll vendin, dhe ne nuk falim. Një kryeministër që ishtin aleatët, që jemi ndërtus shtetit Kosovës, bashkarisht me ta, me të vu sankcione, nuk ka diçka mazi për Kosovën dhe për qytetarët e Kosovës. Dhe para mendoje, për shembull, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mi qit me dyshje që a me përkra një qeveri të Kosovës a jo, vetëm këta mundet një Albin Kurti me pruen këtë deregje Kosovën. Dhe mendoj që është e pruar, që thot qytetari çka është mjaft, dhe mendoj që mirë që pëndohen zgjedhjet me 28 dhjetor dhe ne të krijojmë institucionet sa më para dhe të fillon diçka e mbarë për këtë vend. Bos lëvizjeve të fundit të presidentes, a keni mujt me nuhat që ka një plan të përbashkët ndoshta mes presidentes dhe kryetarit lëvizjes dhe vendosje që lidhet me Marsin? Jo që ka, po ata jonë si me konë një subjekt politik. Dhe mendoj që presidentja e vendit nuk e ka lujt rolin e vetë, sepse një president e vendit përfaqëson gjitha subjektet politike, përfaqëson gjithë spektrin politik, por me rëndësi jetike janë qytetarët, jo që ta non nga një subjekt politik që është vetëvendosja dhe krye këput ka qenë në shërbim të vetëvendosjes, a ma besoni sukër me paskon administratore e vetëvendosjes, jo presidente. Dhe në këtë drejtim, unë mendoj që i ka bon dam vendit dhe ka pas animet drejt për drejta pro lëvizjes vetëvendosjes. Dhe pra spritni një që do të luhet një lojë kur do të shkojmë në zgjedhje edhe njëherë në mars dhe ku presidentja e Kosovës do të hynte prapë në listën e mbështetjes. Nuk pres që do të ketë zgjedhje prapë në mars. Unë mendoj që edhe do të forcohen ish subjektet që kanë ardhur nga opozita dhe nuk do të kenë hapësirë që të mendohet që prolongohet apo mos krijohen institucionet, e sidomos me rastin e zgjedhjes së presidentit të Kosovës. Faleminderit shumë. Faleminderit për ishte kënaqësi.